Më ka pikëlluar shumë kjo foto. Kishte ndryshuar shumë. Po, është edhe disa foto tjera. Më ka pikëlluar shumë. E para sepse unë kam një histori personale me Ilir Metën, edhe publike dhe politike, por personale miqësie. Kështu që më ka pikëlluar shumë, me të dhe me familjen e tij. E dyta, sepse nuk do doja kur të shifja në të sallë, në të pozicion, edhe aq të provuar fizikisht. Sepse duhet të kujtoj që pavarësisht akuzave, jetojmë në një botë ku Shqipëria duhet të përdor standardet europiane të respektimit të drejtave të njerëzit, jo vetëm për të, po dhe për Erion Velien dhe për tjerët që janë aty. Pse nuk mbrohet në shtopekulla? Pikërisht për këtë po mundohet të. Sepse Meta është njeriu që si zëvendës kryeministër u përballë, organizoi dhe u mor me gjithë programin e kohës së luftës së Kosovës në mënyrë të veçantë me çështjen e refugjatëve në 98 në Tropoj dhe gjithë 99 në Kukës, ka jetuar atje fizikisht, ka qenë përfaqësuesi më i lartë i qeverisë shqiptare. Mund të pyesësh Hashim Thaçin për këtë gjë, apo Xhavit Halitin, se sa bashkëpunues ka qenë Ilir Meta për UÇK-n dhe për kohën atje. Si kryeministër ka qenë kryeministri i luftës Maqedonisë, megjithëse ti vjen nga një zonë që je gjysmë Maqedoni dhe gjysmë Kosovë. 2001. Mund të pyesësh Ali Ahmetin se çfarë kontributi, dhe jo vetëm të, po edhe Mendu Thaçi së djallë atje, domethënë, çfarë kontributi ka Ilir Meta në atë kohë, të jashtëzakonshëm. Ishte një nga politikanët reformatorë si kryeministër në raport me reformat e ekonomisë së tregut në Shqipëri, ndërtimin e rrugëve, stabilizimin e rendit publik në vitet vështira të Shqipërisë pas vitit të tmerrshëm në 97, po dhe në 98 që përfunduam gati në luftë civile. Ka qenë kryetar kuvendi, pikërisht i atij kuvendi që bëri këtë reformën e famshme të drejtësisë. 2009-2013? 2013-2017. Ka qenë presidenti i Shqipërisë në 2017-2022. Në një kohë ku qëndrimet e tij në raport me çështje të tilla si kufinjtë e Kosovës, çështja e kufinjve detit me Greqinë, kanë qenë çështje shumë delikate në cilat ai pozicionet i ka pas shumë të qarta, pra për një burri patriot qëndrueshëm me karakter të fortë, dhe ai vazhdon ka karakter shumë të fortë. Unë që ja njoh trurin e di që është në gjendje të vazhdoj luftën edhe 10 vjet në këtë lloj forme. Do doja që vendi im Shqipëria të përdor praktika demokratike jo vetëm për Metën, por për gjithë paraburgosurit në Shqipëri, sepse paraburgimi është një plagë e madhe në Shqipëri, e konstatuar nga raportet ndërkombëtare. Sigurisht nuk më vjen mirë për familjen e tij, për fëmijët e tij në mënyrë të veçantë për këtë gjendje ku është sot. Por pavarësisht shumë gabimeve që ka bërë, se ka bërë shumë gabime ndërkohë. Gabojmë të gjithë. Po, pavarësisht shumë gabime politike dhe ndonjëherë edhe jo politike, nuk e meriton që ta shikonim në këtë gjendje, kështu që në planin personal unë kam një keqardhje të jashtëzakonshme. Në planin politik ta dhash shpjegimin sepse duhet t'i japim Cezarit atë që është Cezarit. Faleminderit shumë që... I uroj fat në gjykimin që ka filluar edhe ko, por shpresoj që në të ardhmen të paktën disa emergjenca që kanë bëjt me drejtat e njerëzit dhe me të drejtat demokratike që ka individi për gjykim të ketë standardet të nivelit evropian.